Njihuni me 10 ushqimet më të mira për tensionin e lartë të gjakut. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut është një faktor i parandalueshëm më i zakonshëm i rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Mbi 1 miliard njerëz në të gjithë botën kanë tension të lartë të gjakut. Medikamentet zakonisht përdoren për të ulur tensionin e gjakut, sidoqoftë ndryshimet në stilin e jetesës, përfshirë modifikimin dietik mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të tensionit të gjakut në nivele optimale dhe zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Ndjekja e një diete ushqyese të shëndetshme për zemrën sugjerohet për të gjithë njerëzit me tension të lartë, ku përfshihen edhe ato që marrin ilaçe për tensionin e gjakut. Këto janë ushqimet më të mira, të cilat ju ndikojnë pozitivisht në shëndetin e tensionit. Salmoni, farat e kungullit, fistikët, karrotat, domatet dhe nënproduktet e saj, brokoli, kosi natyral, fara chia dhe spinaçi. Dhe mos nguroni të keni pjesë të dietës suaj. Vëmendje. Informacion